Oksigjeni është thelbësor për jetën. Çdo qelizë e trupit ton ka nevojë për oksigjen për të prodhuar energji dhe për të funksionuar siç duhet. Por, a e dim vërtet se sa i rëndësishëm është qarkullimi i duhur i oksigjenit dhe çfarë mund të bëjmë për ta përmirësuar atë? Sot, do të eksplorojmë 6 mënyra të thjeshta por jashtëzakonisht efektive që mund të ndihmojnë për të optimizuar nivelet e oksigjenit në trup dhe për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm. Përpara se të fillojmë mënyrën e parë, mërdekni videon deri më fund në mënyrë që të merrni informacionin e plot dhe mos harroni të bëni subscribe. Mënyra e parë: ushtrimet e frymarrjes së thellë. Shumica e njerëzve frymarrin në mënyrë sipërfaqësore gjatë gjithë ditës, duke përdorur vetëm një pjesë të vogël të kapacitetit të mushkrive të tyre. Kjo do të thotë se trupi nuk po merr sasinë maksimale të oksigjenit që mund të përfitojë. Ushtrimet e frymarrjes së thellë janë një mjet i fuqishëm për të ndryshuar këtë situatë. Frymarrja diafragmatike, e njohur edhe si frymarrja e barkut, është një teknikë ku diafragma, muskuli i madh poshtë mushkrive, kontraktohet plotësisht për të tërhequr ajrin thellë në mushkri. Kur dikush praktikon këtë teknikë, barku duhet të zgjerohet gjatë frymarrjes dhe të tkurret gjatë frymënxjerrjes. Kjo lloj frymarrjeje lejon që ajri të mbush pjesët e poshtme të mushkrive, ku shkëmbimi i gazrave është më efikas. Studime të shumta kanë treguar se vetëm 5 deri në 10 minuta frymarrje të thellë dhe të vetëdijshme në ditë mund të rrisin ndjeshëm saturacionin e oksigjenit në gjak. Kjo ndodh sepse frymarrja e thellë rrit vëllimin e ajrit që hyn në mushkri, duke mundësuar që më shumë oksigjen të përthithet në gjak dhe më shumë dioksid karboni të eliminohet nga trupi. Një teknikë e veçantë që ka fituar popularitet është metoda 4-7-8. Individi frymarr në përhund për 4 sekonda, mban frymën për 7 sekonda dhe pastaj nxjerr ajrin ngadalë nëpër gojë për 8 sekonda. Kjo teknikë jo vetëm që rrit nivelet e oksigjenit, por gjithashtu promovon relaksim dhe redukton stresin, i cili vetë mund të ndikojë negativisht në frymarrje. Praktika e rregullt e këtyre ushtrimeve mund të forcojë muskulaturën respiratore, të rrisë kapacitetin e mushkrive dhe të përmirësojë efikasitetin e përgjithshëm të sistemit respirator. Për rezultate optimale, ekspertët rekomandojnë të praktikohen këto ushtrime të paktën 2 herë në ditë, idealisht në mëngjes dhe para gjumit. Mënyra e dytë. Aktiviteti fizik i rregullt, lëvizje e trupit është një nga mënyrat më të fuqishme për të përmirësuar qarkullimin e oksigjenit. Kur dikush angazhohet në aktivitet fizik, zemra fillon të rrahë më shpejt, duke pompuar më shumë gjak të pasur me oksigjen në të gjithë trupin. Në të njëjtën kohë, frymarrja bëhet më e thellë dhe më e shpejtë, duke lejuar që mushkërit të përthithin më shumë oksigjen nga ajri i rrethuar. Ushtrimet aerobike janë veçanërisht efektive për të përmirësuar qarkullimin e oksigjenit. Këto përfshin aktivitete si ecja shpejt, vrapimi, notimi, ciklizmi dhe vallëzimi. Gjatë këtyre aktiviteteve, muskujt kryejnë punë të vazhdueshme që kërkon furizim të vazhdueshëm me oksigjen. Kjo krijon një kërkesë të shtuar për oksigjen dhe me kalimin e kohës, trupi përshtatet duke u bërë më efikas në transportimin dhe përdorimin e tij. Një përfitim i veçantë i ushtrimeve të rregullta është se ato stimulojnë krijimin e enëve të reja të gjakut, një proces i njohur si angjiogenezë. Kjo do të thotë se me më shumë aktivitet fizik, trupi zhvillon një rrjet më të dendur të kapilarëve, enëve të vogla të gjakut që transportojnë oksigjenin drejt për drejt në qeliza. Sa më i dendur të jetë ky rrjet, aq më efikas është dërgesa e oksigjenit në inde. Për më tepër, aktiviteti fizik rrit vëllimin e goditjes së zemrës, që do të thotë se zemra bëhet më e fortë dhe mund të pompojë më shumë gjak me çdo rrahje. Një zemër më e fortë punon më pak për të bërë të njëjtën punë, që çon në një sistem kardiovaskular më efikas në përgjithësi. Ekspertit e shëndetit rekomandojnë të paktën 150 minuta aktivitet aerobik me intensitet të moderuar ose 75 minuta aktivitet me intensitet të lartë në javë. Kjo mund të ndahet në sesione më të vogla gjatë gjithë javës. Edhe nëse dikush nuk ka kohë për stërvitje të gjata, sesionet e shkurtra për të shpeshta janë gjithashtu të dobishme. Mënyra e tretë. Hidratimi i duhur. Uji është komponenti kryesor i gjakut, duke përbërë rreth 50% të vëllimit të tij. Gjaku është mjeti që transporton oksigjenin nga mushkrit në të gjitha qelizat e trupit. Kur trupi është i dehidruar, vëllimi i gjakut ulet dhe gjaku bëhet më i trash. Kjo e vështirëson punën e zemrës për ta pompuar gjakun dhe redukton efikasitetin e transportit të oksigjenit.
Dehidratimi, madje edhe i lehtë, mund të ketë efekte të dukshme në nivelet e oksigjenit. Kur trupi nuk ka mjaftueshëm ujë, mushkrit nuk mund të funksionojnë në mënyrë optimale. Mukoza që vesh rrugët e frymarrjes ka nevojë për lagështi për të funksionuar siç duhet. Pa hidratim të mjaftueshëm, këto mukoza mund të thahen, duke bërë më të vështirë shkëmbimin efikas të gazrave. Për më tepër, uji luan një rol të rëndësishëm në transportimin e lëndëve ushqyese dhe eliminimin e mbetjeve nga qelizat. Kur qelizat marrin oksigjen, ato prodhojnë dioksid karboni si produkt ansor. Ky dioksid karboni duhet të transportohet prapa në mushkri për t'u eliminuar. Një nivel i mirë hidratimi siguron që ky proces të ndodh pa probleme. Sasia e ujit që një person ka nevojë varet nga shumë faktorë, përfshirë nivelin e aktivitetit, klimën dhe shëndetin e përgjithshëm. Një udhëzim i përgjithshëm është të pihen të paktën 8 gota uji në ditë, por shumë ekspertë rekomandojnë të dëgjohet trupi dhe të pihet uji sa herë që ndihet etje. Ngjyra e urinës është një tregues i mirë i hidratimit. Një ngjyrë e çelët e verdhë, e bardhë, tregon hidratim të mirë, ndërsa një ngjyrë e errët tregon nevojën për më shumë ujë. Ushqimet që përmbajnë shumë ujë, si frutat dhe perimet, gjithashtu kontribojnë në hidratimin e përgjithshëm. Shalqini, kastraveci, portokalli dhe shufra janë zgjedhje të shkëlqyera, që ofrojnë edhe hidratim, edhe lëndë ushqyese të tjera të dobishme. Mënyra e katërt. Ushqyerja e pasur me hekur. Hekuri është një mineral thelbësor për transportin e oksigjenit në trup. Ai është një komponent i hemoglobinës, proteinës në qelizat e kuqe të gjakut, që lidhet me oksigjenin në mushkëri dhe transporton atë në të gjithë trupin. Pa hekur të mjaftueshëm, trupi nuk mund të prodhojë mjaftueshëm hemoglobin dhe si rezultat, qelizat nuk marrin oksigjenin që u nevojitet. Mungesa e hekurit, e njohur si anemia nga mungesa e hekurit, është një nga mungesat më të zakonshme të lëndëve ushqyese në mbar botën. Simptomat e saj përfshin lodhje, dobësi, frymarrje të vështirë dhe pamje të zbehtë të lëkurës. Të gjitha këto simptoma lidhen drejt për drejt me pamjaftueshmërinë e oksigjenit në inde. Ka 2 lloje të hekurit në ushqim: hekuri hem, që gjendet në produkte shtazore si mishi i kuq, pula, peshku dhe vezët, dhe hekuri jo hem, që gjendet në burime bimore si bishtajat me gjethe të gjelbërta, bishtajat, fasulet dhe drithrat e fortifikuara. Hekuri hem përthithet më lehtë nga trupi, por hekuri jo hem gjithashtu është i rëndësishëm, veçanërisht për vegetarianët dhe veganët. Një fakt interesant është se vitamina C rrit ndjeshëm përthithjen e hekurit jo hem. Prandaj, konsumimi i ushqimeve të pasura me hekur së bashku me burime të vitaminës C, si agrume, domate ose speca, mund të ndihmojë për të maksimizuar përthithjen e hekurit. Nga ana tjetër, kalciumi dhe substancat e njohura si tanine, që gjenden në çaj dhe kafe, mund të pengojnë përthithjen e hekurit, kështu që është më mirë të shmanget konsumimi i këtyre pijeve gjatë vakteve. Për individët që nuk marrin mjaftueshëm hekur nga dieta e tyre, suplementet mund të jenë të nevojshme. Megjithatë, është e rëndësishme të konsultohet me një profesionist të shëndetit përpara se të fillojë marrja e suplementeve të hekurit, sepse shumë hekur mund të jetë gjithashtu i dëmshëm. Mënyra e 5. Përmirësimi i cilësisë së ajrit të brendshëm. Shumë njerëz kalojnë një pjesë të madhe të kohës së tyre në ambiente të mbyllura, dhe cilësia e ajrit që frymojnë mund të ketë një ndikim të madh në nivelet e oksigjenit dhe shëndetin e përgjithshëm. Ajri i brendshëm shpesh përmban ndotës si pluhuri, agjentët kimik nga produktet e pastrimit, spërkatjet dhe madje edhe komponime organike të paqëndrueshme nga mobiljet dhe materialet e ndërtimit. Ndotja e ajrit të brendshëm mund të irritojë rrugët e frymarrjes, duke ulur kapacitetin e mushkrive për të përthithur oksigjen në mënyrë efektive. Për më tepër, ekspozimi afatgjat ndaj ndotësve të ajrit mund të kontribojë në probleme kronike të frymarrjes që ndikojnë në oksigjenizimin e përgjithshëm të trupit. Një mënyrë e thjeshtë për të përmirësuar cilësinë e ajrit të brendshëm është ventilimi i rregullt. Hapja e dritareve për të lejuar ajrin e freskët të qarkullojë mund të reduktojë përqendrimin e ndotësve. Edhe në ditë të ftohta, ajrosja e shkurtur mund të bëjë një ndryshim të madh. Bimët e brendshme janë një zgjedhje e shkëlqyer natyrore për të përmirësuar cilësinë e ajrit. Shumë bimë shtëpiake, si potosi i art, gjuha e vjerrës dhe zamiokulkasi, janë të njohura për aftësinë e tyre për të filtruar ndotësit dhe për të prodhuar oksigjen nëpërmjet fotosintezës. Megjithse efekti i një bime të vetme mund të jetë i vogël, disa bimë në një hapësirë mund të kontribojnë në një mjedis më të shëndetshëm. Pastruesit e ajrit me filtra HEPA mund të heqin efektivisht grimcat e vogla nga ajri, duke përfshirë pluhurat, polenin dhe disa ndotës.
Këta pajisje janë veçanërisht të dobishëm për personat me alergji ose astëm. Është gjithashtu e rëndësishme të minimizohet përdorimi i produkteve që lëshojnë ndotës. Zgjedhja e produkteve të pastrimit natyrale, shmangja e përdorimit të tepërt të spërkatjeve dhe sigurimi i ventilimit të mirë kur përdoren produkte kimike mund të ndihmojë për të mbajtur ajrin e brendshëm të pastër dhe të pasur me oksigjen. Mënyra e 6. Gjumi i cilësisë së mirë. Gjumi nuk është thjesht një periudhë pushimi, por një kohë kritike për rigjenerimin dhe riparimin e trupit. Gjatë gjumit, trupi kalon nëpër procese të rëndësishme që ndikojnë drejt për drejt në qarkullimin e oksigjenit dhe shëndetin e përgjithshëm. Një aspekt kritik i gjumit në lidhje me oksigjenizimin është modeli i frymarrjes. Gjatë gjumit të thellë, frymarrja bëhet më e ngadalt dhe më e rregullt, gjë që lejon shkëmbim më efikas të gazrave në mushkëri. Megjithatë, çrregullimet e gjumit si apnea e gjumit mund të ndërpresin këtë proces, duke shkaktuar periudha të përsëritura të uljes së nivelit të oksigjenit gjatë natës. Apnea e gjumit është një gjendje ku rrugët e frymarrjes bllokohen pjesërisht ose plotësisht gjatë gjumit, duke shkaktuar ndalesa të përsëritura të frymarrjes. Çdo episod zvoglon nivelet e oksigjenit në gjak dhe zgjon trupin, edhe pse individi mund të mos e kujtojë së është zgjuar. Kjo ndodh dhjetra ose madje qindra herë në natë, duke rezultuar në privim kronik të gjumit dhe oksigjenimi pamjaftueshëm. Për të përmirësuar cilësinë e gjumit dhe oksigjenizimin gjatë natës, ka disa strategji të dobishme. Mbajtja e një orari të rregullt të gjumit ndihmon për të rregulluar orën biologjike të trupit. Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për gjumë, një dhomë e errët, e qetë dhe freskët, promovon gjumë më të thellë dhe më rigjenerues. Pozicioni i gjumit gjithashtu mund të ndikojë në frymarrje. Fjetja në shpinë mund të përkeqësojë apnenë e gjumit tek disa individ, ndërsa fjetja në krah shpesh ndihmon. Ngritja e pjesës së sipërme të trupit me jastëk mund të ndihmojë në frymarrje më të lehtë. Shmangja e alkoolit, cigares dhe vakteve të rënda përpara gjumit gjithashtu kontribon në cilësi më të mirë gjumi. Këto substanca mund të ndikojnë në muskulaturën e rrugëve të frymarrjes dhe në modelet e frymarrjes gjatë gjumit. Nëse dikush dyshon se ka apne gjumi ose probleme të tjera të frymarrjes gjatë natës, është thelbësore të kërkojë vlerësim mjekësor. Trajtimi i këtyre kushteve mund të përmirësojë dramatikisht nivelet e oksigjenit, cilësinë e gjumit dhe shëndetin e përgjithshëm. Qarkullimi optimal i oksigjenit është thelbësor për shëndetin dhe mirëqenien. Duke integruar këto 6 praktika në rutinën e përditshme, ushtrime frymarrje, aktivitet fizik, hidratimi i duhur, ushqyerje pasur me hekur, ajër i pastër i brendshëm dhe gjumë cilësor, çdo person mund të përmirësojë ndjeshëm mënyrën se si trupi i tij merr dhe përdor oksigjenin. Këto ndryshime jo vetëm që rrisin nivelet e energjisë dhe performancën fizike, por kontribuojnë gjithashtu në shëndet më të mirë afatgjatë të sistemit kardiovaskular, respirator dhe imunitar. Fillimi mund të jetë me 1 ose 2 nga këto strategji dhe gradualisht të shtohen të tjerat, duke krijuar një qasje holistike për shëndet më të mirë.